Kështu duket Tetova në pikun e valës së ardhjes së mërgjimtarve. Qyteti rreth Shari merr një pamje tjetër ku gjithçka frymon ndryshe. Nis të gjallërojnë bizneset, nis të lulëzoj industria e dasmave, me një fjalë rimkëmbet ekonomia vendore. Pavarësisht kësaj, mërgjimtarët sjellin edhe aromën e çmalljes me familjen, dashamirët farefisin e shoqërinë. Tetova çdo herë ka ditur t'i pres mërgjimtarët, madje mezi ka pritur që ata të vinë për të kaluar pushimet në vendlindje. Në prag të verës, Tetova nis të marrë frymë ndryshe. Rrugët mbushen me makina me targa të huaja, oboret hapin dyert për bijt dhe bijat e tyre. Mërgjimtarët nuk sjellin vetëm valixhe me dhurata, por i kthejnë gjallërinë në çdo lagje të qytetit. Kafenet mbushen, restorantet punojnë më shumë, dyqanet kanë më shumë klientë, ndërsa ekonomia lokale merr një shtysë të rëndësishme. Për shumë biznese, kjo është periudha më e mirë e vitit. Qytetarët e anketuar nga televizioni Koha thonë se mërgjimtarët janë të mirë pritur pasi vinë në shtëpitë e tyre. Përveç kësaj, sipas tyre, benefitet ekonomike janë tepër të mëdha. Jemi gati që këto i përgjëm da vim. Po çka na sjellin gërbeqarët kur vinë? Nuk e di para. Para? Para, pa tjetër. Neve na duhet para të imi. Ato duhet të jenë gati kreti, sa ato vëjnë vendin e vetë, vëjnë knaqën, në shpajt vete, që ashtu duhet t'i presit, kretë. Edhe çka na sjellin ata? Kretë. Përveç ekonomisë që na ndihmojnë. Kretë gjanat, gëzim kretë, kajnë familjen e kajnë kretë. Po normalin a bo, i presim, mendisi i presim. Po çka na sjellin ata? Të gjithë të mirat na sjellin ato. Pa ato në këto, qa bëj? Vajnë në ato të pushojnë pa këto, vajtë na vizitojnë familjet të gjitha. Po shumë një hena hekina për pushime. Kur vajnë këto në drejt shkojnë pushime. Meshet vinë si thajtë, dirët hapur, duhet të bëjmë sa ma tepër nderë. Le të izolohemi ne nëse ka nevojë, vetëm ato le ta dëfrehen atë ta tregojnë atë dashuri që kanë ndaj tyre dhe kaq. Po çka i sjellin vendit kur vinë ata? Pare, çka i sjellin? Përpos që sjellin mira materiale dhe buxheti i shtetit direkt në varet prej tyre, ato e sjellin edhe gëzimin e tyre, sjellin lojën e fëmijëve, e cila mbetet në gjysë kur nisen për rrugën e mërgjimit. Mbetet autoriteteve komunale, por edhe qytetarëve si individ që qëndrimin e mërgjimtarëve në vendlindje t'ua bëjnë sa më të mirë, pasi 2 javë shpejt kalojnë. Në këtë drejtim, nga komuna e Tetovës e kanë piketuar nisjen e verës kulturore, pikërisht në periudhën kur pjesa më e madhe e mërgjimtarëve qëndron në Tetovë e rrethin. Në këtë kontekst, sheshi i Tetovës pritet të mbushet me mërgjimtarë dhe jo vetëm, kurse premtohen edhe emra të njohur të estradës muzikore shqiptare që do të performojnë enkas për mërgjimtarët, por edhe për të gjithë qytetarët që netët e nxehta pritet t'i kalojnë në Tetovë.